Bashkimi Evropian ka bërë një hap të rëndësishëm në reformimin e politikës së azilit, duke miratuar listën e parë të përbashkët të vendeve të origjinës të sigurta dhe duke forcuar konceptin e vendeve të treta të sigurta. Dy ndryshime kyçe në rregullore mbi procedurat e azilit u votuan nga Parlamenti Evropian dhe i kaluan Këshillit të Bashkimit Evropian për miratim përfundimtar. Sipas ministrit italian të brendshëm, ky është një sukses i madh për qeverinë italiane dhe një kthes të shumëpritur në menaxhimin e migracionit. Votimi zbuloi ngjarje të thella politike. Partia Popullore Evropiane, konservatorët dhe djathta ekstreme votuan në mënyrë unanime pro, ndërsa socialistët dhe liberalët u ndanë brenda grupeve të tyre. Lista e përbashkët përfshin vende si Bangladeshi, Kolumbi, Egjipt, Indi, Kosovë, Marok dhe Tunizi. Kërkesat për azil nga qytetarët e këtyre vendeve do të shqyrtohen me procedurë të përshpejtuar, duke rritur mundësinë e refuzimit të shpejtë, përveç në raste specifike kur aplikanti arrin të provojë rrezik individual. Vendet kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian do të konsiderohen gjithashtu të sigurta, përveç nëse ekzistojnë rrethana të veçanta që kërkojnë vlerësim tjetër. Shtetet anëtare mund të shtojnë vende të tjera në listat e tyre kombëtare, por nuk mund të përfshin ato të hequra nga lista e përbashkët e Bashkimit Evropian. Rregullat e reja lejojnë shpalljen e papranueshme të kërkesave për azil, nëse aplikanti ka kaluar një vend të tretë të sigurt ose mund të transferohet atje sipas marrëveshjeve ekzistuese. Ankesa kundër vendimit nuk do të pezullojë automatikisht kthimin, duke bërë procedurën më të shpejtë dhe më të ashpër. Mbështetësit e reformës e shohin këtë si një mjet për të forcuar kontrollin e kufive dhe për të reduktuar abuzimet, ndërsa kritikët paralajmërojnë rrezikun e kufizimit të së drejtës për mbrojtje ndërkombëtare. Me këtë reformë, Bashkimi Evropian synon një politikë migracioni më të rep, me procedura të përshpejtuara si dhe bashkëpunim më të ngushtë me vendet e treta.